Mirëditë të gjithëve. Pak si e rëndë sot me të gjitha gjërat që po ndodhin. Shumë dhime ka botë më burr, shumë dhime. Të shkaktuara nga vetë njerëzit. Dikush për përfitime personale, dikush për hartë dikujt tjetër, dikush për një platformë caktuar politike. A është vërtet kjo një lloj, si të them, hakmarrje për të thënë tjetrit që edhe pse ka drejt, për të thënë atij tjetrit që ore, dalin një çiksa, ka mund drejt, nuk e ti. Po bëjmë vetë gjysim, domethënë, në një farë mënyre. Po merret jetë vetëm pse dikush ka një opinion, qoftë politik apo personal, shoqëror. Në një kohë të tillë, për shembull, ai i cili ka ndërmend të shkojë të lëndojë dikë tjetër, nuk shkon vetëm apo të ballafaqohet së pari, domethënë në mënyrë verbale. E merr atë, domethënë, dhe e kalon në një, si them unë, një grupim njerëzish. 2 apo 3 pra, kundër njërit, edhe mundësisht ta rrajnë, ta shajnë, ta ofendojnë, dhe shpesh kjo kalon deri në vrasje. Përse pra, jeta ime, apo e juaj, apo e dikujt tjetër, nuk qenë ka aq e vlefshme përpara një opinioni politik, një opinioni personal, individual për diçka apo për dikë, përse u dashka pra që njeri të rrihet apo të vritet, sepse nuk pranon, domethënë, ideologjinë tënde apo tuaj. Unë e di për shembull, personalisht më pak a shumë çfarë janë llogaritë në Facebook, Instagram apo të tjerë, ndiqen, hakerohen shpesh. Më shikojnë domosdoshmë se çfarë do thotë ky, pse flet kështu. Edhe mundohen të fusin njerëz apo të shkruajnë me një lloj anonimati të caktuar, me emra të vdekurish, me njerëz që kanë vdekur, kanë marrë emrat këta, i kanë tjetërsuar për të fshehur identitetin e tyre. Me të vërtet, është një lloj viraliteti në të cilën fshihen, ose pas të cilës fshihen njerëz, domethënë, me qëllime destruktive, epike kriminale, të ngarkuar me plot ligësi, poshtërsi, për ta bërë tjetrin të tërhiqet nga ajo çfarë thot, nga ajo e vërtetë që ai di dhe që është e faktuar. Dhe për këtë mua më vjen jo keq, por më revolton. Kohët po vinë deri aty, domethënë, sa edhe ata të cilët janë kriminala sot, edhe ata të cilët do të jenë nesër viktima të këtyre kriminalëve, në një kohë të caktuar të gjithë do vdesin. Dhe jo 1-2, por në mas. Gjykimi i Zotit është shumë afër. Tash do thua si dole te Zoti. Zoti ka vend në vend. Ndërsa unë po ju them nga ana ime, pavarësisht se jam shpirtëror dhe lexoj Biblën, po jetojmë ditët e fundit. Kemi hyrë në atë 7 vjeçar. Do shikojmë se kush do ngrihet në qeverisje, të pasuar domethënë me goxha luftra. Kanë filluar diçka. Dikush në Gaz, dikush në Ukrainë, por tash do zgjerohet spektri i luftës. Do zgjerohet spektri i luftës dhe jo në një kontinent, por në 2 kontinente. Europë dhe Afrikë, por duke patur parasysh influencën dhe numrin dhe investimet ushtarake
dhe dëshirat për aneksime të atyre që janë në Azi, Kore e Veriut dhe Kinë, do të azjerojnë të në 3 kontinente. Këto janë ditët e fundit që po jetojmë. Askush nuk do t'i shpëtoj dot uris, askush nuk do t'i shpëtoj dot krimit, përndjekjes. Vetëm ne shqiptarët në Shqipëri, pra, jemi ata të cilët kemi dalë vullnetar përpara kujtdo tjetër që ta bëjmë këtë popull të vuajtur, të vuaj dhe më shumë, të iki nga vendi vet, dhe prap se prap, kur të kthehet, të vuaj më shumë se çka ka vuajtur më parë. Kështu që tokat, pronat private, tjetërsohen, merren, të tjerët të cilët janë fermerë të mos kenë mundësi të heqësh domethënë të drejtën edhe mundësisht të sabotosh përmes farave, përmes lloj vaksinash apo injeksionash për kafshë, domethënë, që ta kalosh këtë vend në një totalitarizëm, mega totalitarizëm. Ne shqiptar nuk do jemi në gjendje të kemi bukën tonë të bërë nga duart tona, qumshin, nga kafshët shtëpiake apo le të themi lopët, delet, etj. Pra ato çfarë mban vetë fermeri. Do na halmon ajrin, siç kanë bërë dhe po vazhdojnë ta bëjnë. Dhe kësa herë do të shtojnë më shumë alumin. Do na helmojnë kollotat përmes avionëve të tyre. Do na helmojnë edhe detin me pesticide që të vrasin turizmin. Në një kohë të tillë që Shqipëria ka nevojë me të vërtet të pastrojë veten e saj nga krimi, tu japi drejtësi atyre të cilët prej 20 vjetësh, 30 vjetësh po e kërkojnë dhe nuk po gjejnë dot një zgjidhje. Kjo është koha në të cilët me të vërtet një popull duhet ta kërkojë këtë lloj drejtësie, por mbi të gjitha lirinë e vet. Në qoftë se ky popull në Shqipëri, apo ja them me gjithë zemër, nuk do mbaj asgjë mbrapa. Në qoftë se ju vëzonja zotërinj, në qoftë se ju familjarët e mi, në qoftë se ju ish kolega apo shok, apo qoftë edhe ju besimtar, qoftë që ju musliman dhe krishterë, nuk do jeni në gjendje të ngriheni, të protestoni një qeveri të tillë, që dal nga dal, së shpejti, do të detyroj të bëni gjëra të cilat juve gjithmonë keni thënë që kur nuk do ta bëja. Normi do vdisja, do ta bëni. Do ta bëni sepse do ju rrezikojnë fëmija. Nipa të mbesa do rrezikohen. Covidi nuk ishte asgjë përpara të asaj çfarë po vjen. A më kuptoni? Dhunë, vrasje, uri, tetërsim, kufish, territori. I pari është greku që do hyjë në Shqipëri. Mbajnë mend. Dhe tashmë, domethënë, pavarësisht se janë ndoshta nga më të ndryshmet që presin për hetim edhe për gjykim, ka një arsye pse po vonohen zgjidhja e këtyre çështjeve. Dhe ka një tjetër arsye pse ky popull qëndron, domethënë, në një farë mënyre diku nën hije, i lodhur, i pafuqishëm, i parë nga çdo anë, domethënë që t'jeti pavarur në biznes, në jetë sociale, shoqërore, pra dhe familjare. Akoma dhe më keq kur vjen dikush nga Amerika që nuk ka, domethënë, një plan eksakt, që nuk e shpallë apo nuk e deklaron se çfarë mund të bëjë për shqiptarët, se si do të ndrohet kjo qeveri dhe krijon një qeveri teknike në hije.
si mund të prisni juve një organizim të tillë, pra politik, për të ndërruar faqen e Shqipërisë, për të ndërruar historinë e Shqipërisë, për të kthyer njerëzit të drejtën, si e prisni ju këtë nga një ispion? Ma shpjegoni dot. E kam fjalën për Biliçin. Po sa të tjerë janë ata të cilët djej ishin spionat 80 lekësha. Pastaj u bën me Berishën, spionët e Berishës. Dhe disa prej tyre tash i kanë shkuar te Biliçi. Pas kemi shumë spion vullnetar, militant, njerëz që duan të hajnë qyl vetëm për të spionuar, për të futur tjetrën apo tjetrën në kurthe. Dhe tash i çojnë dhe dërgojnë dhe gjoba përmes të tjerëve. I ke kaq filanit, ose do të vrasi. Po vjen koha. Edhe shumë shpejt. Pendoni o njerëz. Ktheuni në të drejtë. Bëhuni njerëz të mirë, të paqët. Por kërkoni drejtsinë tuaj. Që fëmijët tuaj dhe niprat e mbesat tuaj të jetojnë. Sepse përfundimisht atë çfarë ka bërë plan Zoti, ajo do kryhet. Me dëshirën tuaj, pa dëshirën tuaj, apo të qeverisë tuaj. Po ka shumë padrejtësi dhe ka shumë luftra, po në një farë mënyrë po e shtyn dorën e Zotit. Dhe koha është eksakte ashtu siç ka thënë Bibla. Zoti na mëshiroft. Paqe. Dhe lutem që ju të keni një farë dëshire, të paktën, një farë dëshire për ta parë të Shqipërinë më mirë, për të ndryshuar gjërat. Ne po shikojmë nëpër botë çfarë janë domethënë vende nga më të ndryshme, nga Azia etj, që po u dalin domethënë politikanëve borxhet e po e nxjerrin nga pozitetet e tyre, po i flakin. Sepse nuk ka më drejtësi për ta. Nërsa shqiptarët të po jetojnë prej shumë vitesh, jo vetëm 30 vjet, por mbi 30 vjet. Dhe shqiptarët më mirë ikin nga Shqipëria, se sa të jenë në gjendje të ngrihen këmbë bashkë me fëmijën, mikun, shokun, familjarin tjetër, kundër diçka të tillë. Nuk e bëni sepse e dini që kushdo që thotë që e janë i pasmej, do t'ju mashtroj. Iku kjo. Nuk bëni bashkë sepse askush tjetër nuk vjen dhe shpall planin e tij politik, ekonomik për ndryshim për Shqipërinë publikisht. Sepse edhe po ta shpalli, ju shqiptar bëheni vullnetar për ta denigruar tjetrin, për ta linçuar tjetrin, edhe për ta vrarë tjetrin. Ju shqiptar jeni. Kështu që juve jeni pjesë e mungesës së drejtësisë. Edhe doni drejtësi vetë, por nga ana tjetër, juve përndishni njerëzit të cilët ngrihen këmbë, e kërkojnë drejtësinë, edhe shpallen të publikisht dhe dalin rrugëve për ta kërkuar këtë drejtësi nga mënyrat nga më të ndryshme. Përmes gjykatës, përmes takimeve me parlamentarë, me politikanë, me popullin, me njerëz të tjerë, familjarë, dhe prapë se prapë ju i ktheni kulisin. Të them të drejtën, liria përpara se do fituar, do merituar. A meritoni ju lirinë? Më bindi. Në format, mënyrat nga më të ndryshme, nëse shqiptarët me të vërtetë e meritojnë lirinë.
S'po flasim për demokracinë, se është komplet tjetër temë. Lirin, a meritoni ju? Çfarë bëni ju për këtë liri? Deri në çfarë gradi do ta kërkoni këtë liri? Me çfarë kostoje do ta kërkoni këtë liri? Sepse ju vjedhni njëri tjetër. E vërtet, ju spiononi njëri tjetrin. Ju pengoni njëri tjetrin. Sa ta kthej kurrizin me një herë, i hidheni mbrapa, thikën pas shpine. Pra jeni të pabes. Ofendoni. Nuk më intereson. Aq më bën. E vërteta është e vërtet. Kaq isha.